do ketë 2 seanca maraton sa të kon buxhetit. Përfaqësues të opozitës denoncojnë faktin se nuk mbahet as mocion me debat, as interpelancë, projekt ligje që propozojnë nga opozita nuk futen në kalendarin e parlamentit. Tani, përpara kësaj situate në parlament, cilat duhet të jenë hapa? Duhet shkoni ju nesër dhe pastaj në parlament dhe të diskutoni dhe të keni debate sërish për rregullorin e kuvendit, apo duhet që edhe deputetët e opozitës, 50 deputet, të marrin akte më të forta në parlament? Erman. Sesioni shumë parlamentar ka patur përplasje në parlament. Aktet e forta nuk besoj se kanë munguar nga Partia Demokratike për arsye se duke qenë shumë vite në opozitë. Ne kemi bërë akte ta tilla që sot nuk mund të besohen që janë bërë. Dhe nuk është nevojë t'i numërojmë, përveç se bëm ato akte të bojkotit të parlamentit, dorëzimit të mandateve, të paimagjinueshme që për hir të vërtetës të pjesa dërmuese atëherë i thoshin një veprim i duhur që nuk rezultoi i tillë, por edhe akte të tjera në parlament deri tek shkulja e karrikeve në mënyrë simbolike dhe nxjerrja jashtë, po vete nuk e harroj ta them dhe djegja e tyre, që për hir të vërtetës për treguar dhe atë sensibilizimin ton që është një veprim i ndërgjegjshëm që bëjmë dhe një veprim për të tërhequr vëmendjen, për të djegur simbolikisht karriket tona, duke i ripaguar vetë ato karrike, për mos të thënë që djegim... Po disa pseudo-analist apo mbështetës qeverisë e bën kaos të madhe, dogjen kariket e parlamentit, djersën e qytetarëve, taksat e qytetarëve dhe ku duhet se çfarë. Pra, e them këtë për arsye nuk kanë munguar aktet. Dhe nuk do të mungojnë aktet edhe më të forta të deputetëve. Për shembull çfarë? Deri ku? Shembull mund të kesh sa të dua, shembull konkret nuk mund të jesh. Deri ku duhet të shkojnë? Do ta mendoj gjatë kohës, se nëse ka njerëz që mund të mendojnë sot se si do të veprojnë pas 1 muaj, pas 6 muajsh, apo pas 1 viti, jo, nuk e kemi lënë, të gjitha diskutohen, të gjitha variantet diskutohen atje ku kanë vendin, diskutohen në kohën e duhur dhe bëhen publike përsëri në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Askush nuk mund të marrë përsipër të bëj publike në studio televizive apo në media se askush nuk e di, ja 1 minutë, çojte në fund gjithmonë argumentin, se askush nuk e di se si do të ndodhi nesër përplasja me këtë mazhorancë, për arsye se për hir të vërtetës ne nuk do të ishim në këtë gjendje që jemi. Nëse kjo qeveri në 11 maj do të kishte zbatuar ligjin, do të bënte zgjedhje të rregullta. Në 2013 Partia Demokratike dhe ish kryeministri Berisha nuk do ndonte të bënte zgjedhje të lira të ndershme, nuk do ishin pushtet këta uzurpues që janë sot, absolutisht. Se një kryeministër po doj i jep një drejtim zgjedhjeve që s'ka shans që t'i marrësh. Por ne flasim se jemi një shtet demokratik. Nëse jemi para viteve 90 në kohën e sistemit diktatorial ku të tjerët votonin dhe të tjerët numëronin, atëherë do të njëjta gjë sot. Se zoti Baçi tha duhet të ketë një lloj ristrukturimi sa i takon bazës së partisë. Patjetër. Tani un kam një pyetje. A duhet të ndahet partia nga funksionet e parlamentit? Pra zoti Luan Baçi ka një funksion në parti, ka dhe një funksion parlament. Pra një deputet i bie të ketë 2 ose 3 funksione. Nëse ju sugjeroni, se s'po them që e vendosni ju se ka forume partia, që të ketë një lloj ristrukturimi në bazë, a duhet të ketë edhe se takon kupolës së partisë, sepse kjo është edhe një çështje që edhe nga antarësia komentohet kjo gjë. Po, e di, e kam këtë informacion dhe ka të drejtë antarësia, madje më lejoni të them që po ka njerëz që jo nuk kanë faj në humbjen e zgjedhjeve të 11 majit, por ne jemi borxh, dhe kur them ne, drejtimi i Partisë Demokratike është borxh, janë demokratët, kryetarët dhe sekretarët e seksioneve, kryetarët, sekretarët e grup seksioneve, anëtarët e kryesisë që kanë bërë detyrat e tyre në maksimum, kanë dhënë maksimumin e tyre që mund të jepnin, por rezultati nuk ishte i tillë, ashtu siç duhet të ishte, i pritshmi, për shkakun e farsës zgjedhore, vjedhjes, por në fund fare ekipi që drejton ka përgjegjësinë e tij edhe kur është farsë, që duhet të rishikoj punën e tij. Parë në këtë këndvështrim, unë mendoj se gjithmonë ka nevojë që partia të rifreskohet. Prurjet e reja, hapja e partisë. Po bëhet diçka e tillë zoti Baçi? Patjetër që bëhet, patjetër që kanë filluar lëvizjet. Pushtet brenda partisë, kjo është pyetja.
pushtet, brenda partisë... Po, pushtet, ja, më lejoni, më lejoni. Pushtet, brenda partisë në fakt nuk mund të quhet pozicioni politik që ke, por aftësia që ke, përkushtimi që ke, reputacioni që ke, dhe ai quhet pushtet. Unë nuk du të sjell shembuj konkret, po të sjell shembuj konkret, do me thënë, në përgjithësi, ku ka deputet që mund të kenë edhe 2-3 poste në parti, të plot pushtetshëm, por reputacionin e kanë zero dhe absolutisht nuk sjellin asnjë gjë. Dhe ke deputet që s'kan asnjë lloj posti në parti, ndoshta nuk janë as deputet, dhe njohun plot që s'janë as deputet, por kanë një performancë dhe kanë një autoritet dhe kanë një mbështetje që se kanë shumë deputet janë në parlament. Dhe kjo nuk do të thotë që pozicioni të jep pushtet, por plotësisht dakord me atë që thoni juve, përsëri ka vend që këto pozicione politike të jenë të shpërndara. Dhe nuk është e nevojshme, janë ndjes, nuk është e nevojshme që një person të jetë edhe kështu, edhe ashtu, dhe vetëm tek njeri jemi. Po jo, mërë zotëri, se kërën nga qielli ti. Pra hap që krau. Si përgjigjeni ju skeptikve dhe kritikve të cilët thonë se retorika e Partisë Demokratike Opozitës është e fortë, por është e dobët në alternativa konkrete? Varet nga këndvështrimi dhe kush e thot. Unë kam respekt edhe për skeptikët, se janë si një motor, si një levë shtytse për gjithë pjesën tjetër. Skepticizmi i disave bën që të vihesh në lëvizje. Mendoj se Partia Demokratike absolutisht i ka bërë detyrat e saj në maksimum, në tërësinë e vet. Këtë nuk i heq asnjë presje. Madje, unë do të thoja që ka treguar heroizëm që ka mbijetuar dhe ka shpëtuar pluralizmin dhe demokracinë në Shqipëri. Demokratët qytetarët nuk ka nevojë për një opozitë të fortë, zoti Baçi, por për një alternativë konkrete, alternativë qeverisëse. Alternativë qeverisëse, besoj se 11 maj, programi Partisë Demokratike ka qenë programi mirë i mundshëm që nuk e kundërshtoi dot as Partia Socialiste. Madje arritën deri atje sa gjatë fushatës të huazonin disa pjesë të programit Partisë Demokratike dhe t'i fusnin në pjesë të tyre t'i bënte Rama në moment kur bënte takimet elektorale t'i thoshte si propozime të vetat. Pra i mirë nga Partia Demokratike. Në këtë drejtim nuk besoj se ne na mungoi kjo pjesë. Nëse nuk u bindëm, dhe unë besoj që shumica janë të bindur. Ju mungojnë ministrat në hije i bie? Po jo, pra se nuk kishte nevojë. Qofse ke platformën qeverisë të siç duhet, i bie të kenë munguar kandidatët dhe ministrat në hije. Jo, edhe ata nuk kanë munguar, se po të bësh një shikim në kohë, ka një ndarje. Drejtuesit politik që përcaktohen nuk janë kot, janë udhëheqësit e qarqeve. Marrin